Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Të gjithë juve që jetoni në tokat shqiptare, e dini se një prej sebepeve që migrojnë vëllezërit edhe motrat tona në për shtetet evropiane, kur t'i pyet ata thojnë, o gjo, po shkojmë për një jetë më të mirë, për një se atje ka sigurime të forta, nëse smuhemi, neve na paguajnë operacionin deri kaq mija euro, qindra mijëra euro, edhe kemi të siguru me jetën, edhe makinat i bëjnë full kasko. Thotë, bile edhe pasagjerin makinë edhe ata mrapa dhe mundën marrë me helikopter nëse na bëjmë ndeshje ose diçka. Nëse ndodh me vdek ose me met sakat, ata t'japin penzion tan jetën. E dini ju këta. Tash, s'pojim a kanë mirë, a kanë keq. Unë po du m'ja u tregu një sigurim tjetër, i cilë është më i mirë se sa ky. Ky që e përmenda une, është sigurimi që masit ndodh fatkeqësia, ata me dhonë me t'i pagu ty operacionet, etj. Unë ta gjoj një sigurim, është një sigurim, i cili nëse e pranon jep pare për qatë sigurim, në fakt nuk gjen hiç fatkeqësia. Jo mushnosh masit ka ndodh. Nuk të ndodh hiç. Aja është sigurimi që ka emrin sadaka. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se sadakaja Allahu e bën sebeb me të shpëtu prej fatkeqësive që kanë mujt, domethënë i ka shkruar Zoti me të ndodh. Në momentin që ka dhënë sadak, Allahu xhaleshanu e largon qatë fatkeqësi prej teje. Një prej pejgamberëve njëherë përmendet se po e sheni njëri të shku me marrë drun mal, edhe po i thot xhamatit vetë në zonësave të vetë, që ky sot ka me vdek prej kafshimit të gjarprit. Në mal ka me met atje. Kur erdha akşami, ai po kthehet te poshtë me drun shpinë, barën me drun shpinë, edhe po ecë fukaraja. E ndali pejgamberi, tha, nalu. Unë mu tha, më ka ardhë shpadhja që ti edhe ki me vdek prej kafshimit gjarprit, edhe i thash xhamatit tam këtë informacion. Ti, subhanallah, erdhe, çka bo me ty? Tha, unë nuk e di, tha, që ke bon sot, që ke punu? Tha, vallaj, të shku rrugës, apo atje masi kam ri. Tha, e kum pa një fukara shumë më të varfër se unë dhe e kum dhanë ushqimin, bukën që e mora për veti ja dhash. Tha, subhanallah, Allahut pas ka rujt për mes kësaj sadake, pas ka rujt që mos me të hangër gjarpni. Tha, zbraze barën prej shpinës, e heki drunt, qelni drunt e pa në gjarpnin midis drunve. Po se ka hangër. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, sadakaja bën sebeb që me të rujt prej fatkeqësive edhe prej vdekjes të pahishme. Pra në momentin që e sadak, edhe kaderin e Allahu xhaleshanu që e ka shkruar Zoti, sadakaja, duaja, e ndrojnë. Qa me bon? Me dhanë sa ma shumë. Ti në momentin që e sadak, ti po i thua Allahu xhaleshanu, unë e di o Zot se ti je më i vlefshëm për mua, më i madh, më i mirë, më i mëshirshëm, më furnizuesi, i vetmi furnizues. Edhe unë kam bindje të te, edhe pse unë e du shumë pasunin, por të gjitha këto unë i lam, edhe nuk ni për to, kur në pyetje, razilloku kënaqësia jote se ti je më i madh se krejt këto sene. E kupton? Atëherë Allahu xhaleshanu nuk zgënjen se s'ka mundësi Zoti, nuk ka mundësi, kuptojeni këtë, me zgënju kur ti jep për Allah. Pa ashtu, jo vetëm kjo dobija, por dobija sadakas është që të kthehet shumë fish. Ama na u fokusum sot tek sigurimi që ti pagun të Zoti sigurim, edhe është interesant. Nuk e ki pa tjetër shumën e caktume. Sa të mundesh, ama edhe ta shton. Edhe t'jep mirësi, t'jep bereqet, edhe trun prej të këqijeve, ty edhe familjen tane. Njerë një djetar po mante ders në xhami. Edhe shkun dikush plot me nxon sa xhamia. Shkoj dikush po i thot, o hoxh, vra po tha se
keri kuajve në atë kohë, tha të ka shkel djalin e ka bo cop djalin tanë. Ky djetarit ishte të majtë ders edhe veç e shikoj, edhe e kthej kryt vazhdoj dersin, si tha kur gja. Muhabet edhe ai u largu, tha, ky pse s'po vjen me pashtu nxënësat muhabiten. Mas një gjysore, mas u kryt dersi, erdhi njëti person, tha hoxha, tha më fal, tha se nuk mujtem me dallu, nuk pas ka qenë djali yt, por filani, për tjetër kanë. Ky tha në rregull. I than pse hoxhi dashtun nuk reagove kur ta dha ky këtë lajm vladi. Tha isha i bindun që sa djali jam. Se tha çdo ditë që dan mëngjes jap sadak për Zot Zotit, e tham ja Allah më ruaj mua dhe familjen time nga çdo fatkeqësi. Tha vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend që Allah trumpi fatkeqësive përmes sadakas. Andaj tha isha i bindun që s'është djali jam ai. Ma me jekin, me bindje. O ju vëllezër dhe motra që e thëni këtu edhe ankoheni se këtu s'ka sigurime, këtu duhet me ik, këtu me pas një operacion, kushton me qindra mira, duhet me mbledh, s'ka sigurim, etj. Ka sigurim. Por është sigurimi i Zotit. E jo masi të smosh, mbushnosh, por në fakt nuk të le fare me usmu. Zotin na rujt, Zotin na bekoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.